Vlora përgjatë fundjavave është kthyer në të preferuarën e pushuesve, me qindra pushues, vendaze të huaj, vinë drejt qytetit për të kaluar disa ditë. Në Bregdet sigurisht gjejnë edhe qytetarët e Vlorës. Ajo që i bashkon është dashuria për detin, motin dhe klimën e mirë. Pushuesit tregojnë se për ta nuk ka një sezon veror me kohë të rregullt, pasi plazhin e kanë filluar shumë në maj dhe do ta zgjasin derisa temperaturat të jenë të favorshme. Shumë prej tyre sigurisht e shikojnë detin edhe si një mjek, teksa thonë se jodi, dielli dhe deti janë arsye e një shëndeti të mirë. Pritshmëritë për sezonin i kanë pozitive për në vijimsi. Kam ditë që ka filluar. Ka fundi prillit. Verë pamiza, edhe ngrohtë dhe deti për qef. Në origjinë jam nga Vlora. Po kam jetuar në Elbasan. Jo, jam me shpik thë. Po 5 muaj po, 5 muaj për çdo vit. Po s'bëra plazhin, kam probleme. Kur bëj plazhin, them do ha dhe këtë vit. Mirë, shumë mirë duket. Kur shikojmë televizorin, ato plerat e Tiranës, ato skandalet mes kryeqytetit, tu është lule çdo gjë. Po koti jo më mirë duket, po edhe na mësohet si u ambientohemi edhe, po mirë më duket, shumë mirë më duket. Në një kushtetë se çfarë s'ka, dobët. Vjet ishte më shpejt, ishte edhe koha më e mirë jetë. 3 ditë sot. Po të futesh nuk del dot. Po të futesh nuk del dot. Unë fillojmë ne në 15 maj e fillojmë ne dhe marrojmë në vjetë mbaron 17 tetor, shtator, jetë kështu. Po të ketë koha e mirë. Këtë e për ditë. Çfarë dhe mirë veç për lagështia Vlorës është e madhe. Mirë, jo, është mirat. Te tani s'ka veç faqim, shumë janë të huaj se janë shqiptarë. Këto çadrat e këtyre private nuk janë vënë e mirat. Në vonë zjet. Po vaje nga çadrat që do vënë këta, se kanë hap gropa këta, po se çka gropa do bëjnë këta, ku e di unë. Ne jemi për ditu, ne nuk lëvizim, edhe po i vun çadrat ata, ne dalim para çadrave. As ato ngjë, se ne jemi të përditshëm këtu. 15. Pastërtia si gjithmonë. Ditët e para sikur pam në një punonjës këtu nga ata të pastrimit, po tani po shikojmë edhe të qytetarët, po shikojmë një ndjenjë. Janë pak të ndërgjegjshëm, si vjetë duket mua. Unë vetë për vete e kam, zakonxha që bëj atë pastrimin. Sepse marrim shumë edhe nga këta turistë huaj, janë interesantë. Ata pastrim me një. Pastroj vetë, jo këtu vetë në territorin e tyre, po deri më ata. Po edhe unë në komandantin e bëj. Po deri nga 8 9 10 Tani në pension jemi. Unë jam pak tiroide dhe më ndihmon shumë mirë pak. Edhe i qik jam i apasionuar pas detit që fëmijë kështu jemi rritur në ujë. Po tuaj ka pasur çdo vit gjallë po. I zakosh. Vaj, atë një dhe ditë, ka njerëz ka që vinë, po vjen në sy këto piste që s'kanë lënë këtu dhe këto e prishim shumë punë se sa, ja këto tubët e këto gjë të pastrimet e njerëz. Qytetarët varet si që janë, pa ne që i vinë për herë, ne jemi të ndërgjegjshëm që e dim që do vinë prapë nesër vetë do rinë. Po ka ca që vinë, po të vinë ata me fara kungulli, edhe me shalqe, qanë shalqiu në aty ai hedh ato gjitha në shesh, edhe ikën e la aty se haron që nesër do ulet i tjetër aty do ulet, do ulet. Nuk ka shumë ndërgjegje, si qytetarë, nesër tu hojtë se për i kur, tu hojtë edhe gurët i gjeni, marrin pastrojnë që janë të shumë vendi për të. Vallai aty nuk di të them, këtu njerëz kanë ardhur po tjetë për plazhe kështu me fjalë më shumë ka pasur vjetë. Si vjetë si më duket pak, në i qetë. Po, se ndoshta edhe s'ka qenë koha e plazhit, se nuk ka qenë koha e mirë si vjetë. Ma i ka mbajtur koha që qenë, në përgjithësi. Para si të mbaj plazhi, po. Par vjetë, para një 2 vjetësh kam qenë deri në tetor, deri në 31 tetor. Vjetë si që deri në 20 tetor isha. Nuk e di, shqyqyr zotit, i lutem një shqyqyr. Ndihmon shumë. Ma ndihmon shumë, sepse faktikisht kam e qikar trite, kam qikë në fjallë, ndihmon shumë. I'm from Virginia Beach, Virginia, in United States. I love it. But the water is perfect. It's like a lake, and it gets warmer because it's a thinner layer of water here, and it's perfect starting the beach time. Now in May, maybe a little bit earlier, I don't know, it was a little bit cold, I think, this year. Anyway, people are perfect. I don't have any complaint about people. Safety is perfect, food is perfect, bio. I love it, that's why I'm here. Now, I have 2 things to say. First,
In Virginia Beach, there are garbage cans, dumps or whatever. So people, even lazy people, can take their trash and throw here at the beach, not to go all the way there outside. It's the cleanness of a city. It depends from dumpsters, from garbage cans. The closer to people, the better. Why? You cannot put people to work every morning, for example, to collect bottles or anything. First. Second, there are plenty of small rocks. It needs only to shovel it out, because when you go at the beach, you want to just go to swim and walk normally, not to put shoes on, because most of the beach, it has sand. You know, it starts with sand. But why not to clean up those rocks there? Kids can break their legs. For adults, they will get hurt. Fundjavat, duke nisur nga dita e premte, janë ditët me më shumë fluks të pushuesve në Vlorë. Kjo tregohet edhe nga prenotimet, ku përgjatë javës numri i tyre është i kënaqshëm, ndërsa në fundjavë 2 apo 3 fishohet.